Një plagosje me armë zjarri ndodhi mbrëmjen e kësaj të mërkure në lagjen Zef Hoti në Mamuras të Kurbinit pas një konflikti të qastit. Sipas të dhënave, shtetasi Pjetër Marku është qelluar me armë zjarri duke marrë një plumb në krah në afërsi të banesës së tij. Pasi mori ndihmën e parë në urgjencën e Mamurasit, i plagosuri është transportuar me njëherë për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet paraprake hetimore, bëhet me dije se Pjetër Marku sapo ishte kthyer nga Anglia dhe ka patur një përplasje verbale me autorin e dyshuar. Konflikti dyshohet se ka nisur pasi i plagosuri i ka kërkuar autorit të lëvizte me kujdes dhe të mos xhironte gomat e automjetit në rrugën pranë banesës së tij. Por autori ka nxjerr armën dhe ka qelluar 2 herë me pistolet, ku njëri prej plumbave e ka prekur Markun në krah. Policia njofton se autori është identifikuar dhe po vijojnë kontrollet për kapjen e tij, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.